Qetësi absolute. Po s'ka gjë më të bukur. Ka gjallëri të pak, ka njerëz? Shika, momenti që ne flasim është shumica e rinis njerëzve kanë menjën ke veset, ke uqët. E di. Në çdo vend nuk ka investim ashtu, rinia, lëviz ashtu. Lëvizin po tani në Elbasan dhe Korçë është mirë tani ndihma. Do bëj film vllai. Edhe herë se njëfo, Do bëj film me kë, me Drilonin. është i mirë shumë e Drilon. Për zotin, ka shumë respekt, është shoku mirë vërtet e. Unë Drilonin e njoh në 2010, në çdo vend që ashtu, biles është i mirë shumë Drilon. O Milano, si e? Mirë valla, si e di? Alo dhe mon, alo. Ai ti me fiksim ty valla. Po pasëm ka fisim lungua. Ore nuk ta çoja dot për kokë të familjes, o valla, shtyp të tëra. Prandaj bera dhe Po ftes. një valla nuk ka një gjë shumë mirë. Se po benin emra atje, njef të, njef atë, mos bëjmë emra. Jo, unë jam Milano dhe mbaj atë drejtimin tim, e kupton? Kam i shokun këtu që është me probleme i ndërmend asesh. Po s'ja përmend kur emrin unë aty. Vetëm unë jam Milano, unë jetoj në Barcelonë, unë jam Barcelonë. A, mo i idje? Unë jetoj në Barcelonë e kam atë Milano, thjesht, e kupton? Olla, Barcelonë po them dhe une, se kam dhe të shtëpia aty. E po bot hajt. E, sa qeroza kam unë tu, mund t'i ken një 20 qeroza. Rikë shalla, ti është mirë. Po, s'ka nevoj për qerozat e mio, valla. Unë jam Milano edhe jetoj në Milano, kam adresën, po jetoj në Barcelonë. Po. E po mirë, edhe unë tifoz me Milanin jam, po Barcelona. Ja, humbëm sot në te, në Superkup. Po ku e rrojmë karin për ne nuk jemi për Superkup. Ne duhet dish ne jemi për kampionat. Kështu është loja. Ne jemi për kampionat, nuk jemi për Superkup. As për ne nuk na intereson asnjë gjë tjetër. Ne do fitojmë kampionatin. Po duam dhe Champions League-ën e. Champions League-ën da marrim ne, se ne do të fitojmë kampionatin, jo Champions League-ën. Ne në Champions League nuk jemi. Vlla që kur ka dalë ai që është dobësuar ai Milani, të betohen që nuk ndjek me futboll, që unë kam mësuar di kam thyer televizorin, kur unë atëre me Liverpoolin që doli nga 3-0, 4-3, sa doli. Po mirë, po fitoi Milani që atë kampionatin, që do më thoshti mua? Një që ai më thot nuk e fiton Milani, unë do t'jap gjusë buk gruri, vlla. O Diamant, do të themi diçka tjetër? Po vlla. Në 2008-ën, 2005 deri në 2008 ka qenë Tandini që kishte bet 007. Unë Elbasan që ishte pjesa Peqinit, Gramshe ishte, kisha më shumë se 60 pika. Po, e di. Muj ma të lutëm, le ta mbaroj. Muj ma i degenerum, gjershin 300 milion muaj. Çdo ndeshje shitet, ashtu është bixhos, e kupton? Po. Valla, unë 300.000 muj ma i keq që kisha kesh, plus që kisha manager, kisha taksa, këto që kishin për shembull lokalin i paguaj qerandrit, qimin ato, i pja dhe ekstra. Leni ato përqinet budalluqet. Nuk ka ma si që kanë qenë vite. Këta e kanë këthym bixhos.
E tha ta kthejnë sa dush mbi qos, po E shesin kampionati ata, ka për ta fitur Milani. Milani ka fiks vlla. Duhet ta dini që kampionatin ka për ta fitur Milani. Aty Milani. të keqen e gojë. Edhe ne kemi rrar 4 herë në derbi edhe skuadrat e mëdha kemi rrar sa dush, edhe kampionati është i joni. Po një 7 Champions League Ti i kemi. mund të Ore lere 7, 8, 10. Ne E di nuk ke na intereson. kaminatun e valla. E di ke kaminat këta interista. Nuk e di kush është interista. Ore dhe ta si dua fare, Po unë nuk dhe i interista. kam që fare. Dëgjohet çfarë super historie do të tregoj. Yllin do ta marrim ne këtë vit. Ja ke për ta parë. Ore s'keni parë gjë akoma, gjomo. Dëgjoje në 2013-14 kur hyni edhe gjitha E ke parë Milani, më falë se po në pres, e ke parë Milani, nuk do tha di për asnjë Kop Italia këto. po themi kupat fshatrat e Shqipërisë, lene ata, po gjoje. Ke për ta parë. Ke për ta parë. Hyri këto që janë këto të Shqipërisë. Të gjithë të klub futbolli i Elbasanit. Super skuadër, po aman Milani e derdh. Edhe Interi nuk ka për edhe derbi tjetër, s'ka për ta Interi fituar. është ekipi më dështak në Itali në historinë e njerëzimit. Që kur ka krijuar futbollin Italia, e deri më sot lere ça pirdet që mori një Champions League me atë. Është ekipi më dështak. Pas lojtar. Po çaj, Interi vete final. E di që është Interi nuk Po ja berta. Te që është finali e Champions League-ut. Interi akoma se ka kuptuar vete në Champions ha 5-0. Qa kërkon një Interi valla? Jo për Champions. Olla, një shoku im kines i ka ata. Jetë në 10 euro. Nuk më knaqe. Snjata lakë. I madh. Kur të Dëgjoje. marim ne gjoma kampionatin italian Serie A ka për ta fituar Milani. Ke për ta parë. Na, mirë. Unë kam qenë me Milanin vlla, që kohën e Van Bastelit, Rijkaardit, Gullidit. Kam bërë numrin 9 të Van Bastelit, e kam bërë te kanatjerja. Dhe Sa vjeç ke o diamant? I qa viti edhe? jam qik i vogël, vlla, jam. Qa viti? Unë jam i 85-ës. Afrohesh. Si afrojmë unë, sa jeti. 85-a jam unë. 16 qershor, 85. 75-a. Po qa jeti jam unë, kjo është 2 vite poshtë lartë. Ti nuk je, 85-a, 75-a të ke qëllaj. ti nuk je më i vjetër se mua, hiqe në mendja. Po le qa të regoj une. Ore, nuk më duhet që të Unë se kam regon ti. fytyrën time këte. Unë Kam jam, bërë aksident. edhe unë 41. Edhe 100. Falem dhe gjithashtu. Po ti si e 50 vjeç, pe e qiro për tani. Jo, s'jam se për shaka. Jo, aty janë 38 janë dhe unë. Unë jam i 85-ës, si thosh 85-ës, 2 i 1986. unë jam me Shevchengon, me Kakan, jam me këta. Ti ja ben Gullit se ke dëgjuar si histori. Si historia ime është me Shevchengo, Po të them unë që jam datinda 80-a. s'ka shans. Mos se unë i shi motën e nxjerr dhe këtu, 2 pasaportat që i kam. S'ka shans. Po prit aty. Je i vogël ti, je i Po vogël. prit pa një sekond. Po si zora që janë qa legjeni më i madh i Shqipërisë. Po, Vetëm kot për hobi. jo për hobi, po e Është i drejt. shatë me roba i që e merë pasaportën time. Luj qim rob, janë rob qira ata që me marrin pasaport. Se s'kan të drejtë të marrin pasaportën të tënde. Për i tani se më nëzjene e budallik tjetër mu. Po zem vjeç ose për në gjë, po.
Po, ore thoj këtu, valla, ti qa viti je? Pse, i tja 10-ës jeti qa viti je? Po ja se e fut ka që ta vjetë është e i fut. Po është e thjesht, valla. Po jam atë 84-ës është e i, po ja fut ka dhe të regoj prallë. 84-ës është 100 vjeç më i vogël se mua. Hapi syt. Tani, hapi syt, ja, të shikoj. Qa ipi... Ja, pire. Ka dole të 10 atje. Pa është falsa, bu. Ta nësha zemë. Ue, e me u lizet e edhe, që ti ba, thash, ue, rej qa dushtu, qa dushtu të besoj, pa, thash ka... Po e flasi diamanti, jo Ore, po. guliti, jo... Mu kam qunë 23. Do të shikoj qunin tim. Ore me 23. jetë, ta kesh me jetë, Pa e shkundra me, Po. se është në internet. unë the jam i 85-ës. Edhe unë mbaj mend që fsheko ka kanë e ata, po më soj Po, më një dakorde, ata kanë qenë legjenda, po. Ata i gjoj unë, më thot plaku im, ata më thot mua, janë tha, po jo se kam njoh unë. Unë i kam njofër. Ku i njoh? Po i shikoja në sportin atëre, ola. Bon. Po ti qa viti i diti, qa viti i? Deri në demokraci kam qenë 11 vjeç, 10 vjeç, shok. Kohën e komunizme. Që janë, plaku im ka berë 6 vjetë, gjyshi im ka berë 11 vjetë burë spaq. Edhe gjyshi i Berinat. Që janë, 9 vjetë janë shumë. Pa tani vonë e kënë druk të vitet e lindjes. Da, kam ndruar edhe emrin, prisë se kam pasaport tjetër. Da. Diamanti është gjigant, diamanti ka mësuar gjithë Shqipërinë si të futet TikTok. Është gjigant. O diamant, Në qanë vi emri është tjetër. o diamant, Tabaku e ljanë. o diamant, jemi gjitha në zonat e tona, unë jam në Mallakastra, në Ballçi. Respekt e la, për ty e për gjithë ballçotët. Për zonë në Mallakastra. Po si ka mundësi ti mësove si të hanin buk e të këthen gjithë kratë? Je po kështu është jeta, ama. Ja, Më nuk u dhe e, dëgjo, e di për ta, për qa të më vinë atë ma. Më vinë atë për... Pse s'fute me në TikTok. po ti mësove si të Më vinë hanë atë ma buk. se më t'ken krana ata. Ata se dini që ishte TikToku, ti mësove gjithë që ishte TikToku. Dakorde, skenat e mija lozin akoma. Dëgjoje dhe gjatë tjetër. Nuk ka faj asnjë, ti rri nga 2 javë, muj pa hy, nuk ka faj asnjë. Po. Je ti janë këto tjerët. Lojnat ti ke bajë që ke Instagrami, pa dal TikToku. Themi 2015-16 kështu? Po, diamanti mësoj që ishte TikToku, ti po më fletë mua, jo, ndë jo fti. Ata dini se që ishte TikToku. Gjo mua, gjo. Ky, kur them shoku i ngusht, do të thotë që e kam vlla. Dhe unë me këte do bëj fabrikën e ujit dhe do jetë emri im Diamanti Blu. Ti si di gjerat. Ky me një dhe me një shumë më ka qenë të shpia këti, ka qenë këtë të shpia ime dhe më thoj që se një diamantin. E di që dim ne shqiptarët, ne dim që diamanti ka mësur se që është TikToku. O, është e vërtet ajo, po... Ne ka i dim. Unë nuk të njoh, as më njef, por ne dim të gjithë ne fansat e diamantit, i dim se që diamanti ka mësur se që është TikTok. Dhe ata fansa kanë qenë të mite, po ata tani në thonjza e mbajnë vetën lartë, se s'më flashin mua. Po ne jemi... Gjë, unë nuk futem as live, as me një event, po unë e di, jo unë, po gjithë fansat e tu,
e dim që Diamanti ka mësuar se ç'është është TikToku. Se Diamanti ka qenë njeriu parë që është futur në TikTok. Valla, unë kam bërë sa gabime të vogla, Këta jo se di u po e di gjithë Shqipëria, e di gjithë Shqipëria. Valla, të vogla në kuptim që nuk më takonin mua. Po, prap jam krenar për veten time se shumica që është i zgjuar për shembull e din shumë mirë që unë jam njeri pozitiv, nuk jam. Je pozitiv, valla. Je shumë pozitiv. Je shumë pozitiv edhe ne të duam shumë, për zotin më. Shikon këtu tje, kur vetet e ky dhe vllai tit, që këta janë As të njoh, as më njeh, po them i gjë. Kur vetet e këta, por e të jenë dikush i ke fushdo. Shtëpi time, valla, ulem në qoshet, ulem ha buk, rime këta, bëj muhabet, më japin respekt. Diamant, kjo. Je gjikant, o Diamant, të duam, o Diamant. Nuk më të madhe për ujë, Nuk të njoh, o Diamant. tjeve që kanë kështu ujnë, që kanë këta që shesin ujë. O Diamant, as të njoh Hasbej, kam kënaqësi që sot jam me ty këtu live, edhe kam kënaqësi, kam shumë respekt, edhe gjithë Shqipëria ka respekt për ty, se ti ke mësuar gjithë njerëzit që të futen TikTok. Ore, një që i kam mësuar, po, aq humor i kam bërë, aq dashuri i kam dhënë. Ti e humor i parë. Ore, i pari edhe nuk e bën dot atë që bëj unë. Për ne fansat e tu je humor i parë, për ne. Unë e bëj aq bukur, silencios, humorin më të bukur në gjithë shqiptarinë e kam unë. Jo se jam burrun veten time, po e keni thënë, ju e ka thënë gjithë Shqipëria. Janë faktet, janë videot, janë memet, janë të gjitha. Unë bëj një humor silencios që njerëzit që janë të stresuar, kanë probleme. Kur vin te live ose kur shikojnë një video time, kënaqen. Imagjinohet o Diamant, be publike. Kur vetet e shtëpia, ti fratello thon, çuni këtit, me duart në qafë, që nuk ka, fëmijët janë pa djallëzuar. Je shumë i dashur. Më ka ardhur tjetri me gocën, ka pas 2 goca në je shumë i dashur. Ma beri me drita, o Diamant. Urdhoj, je shumë i dashur. Ta ma goca ime të ka fiksim, tha. Ku i kere? Je shumë. Më ngrita dola në makina, i vata aty, a ishte 12 vjeqe, i bera video. O Diamant, unë të kam djekur edhe ku ke qenë. E di qa më shkruajt i goca atite. Gjaci Diamanti tha, ty të doj gjithë shkolla, tha. Nuk ishte kënaqësi më të bukur në botë, mesazhi më i bukur që më ka dhënë ajo goca atit. Më tha, moj, do vish për drejt të shtëpia ime. O vllai, thashun, kur të kem kohë të lirë do kaloj aty nga Samatica, se nga Samatica ishte. Urda. O Diamant, ty të doj gjithë Shqipëria. Valla. Të doj gjithë Shqipëria. Edhe unë i dua njerëzit e burë. Për zotin. Po të jem njeri që fshihem ose jam njeri me gjeste të keqe që... Veten ne do të ndjekim, dil TikTok, dil live. Dil, ne të duam. Do dal se tani fundja fare ato 2-3 orë në darket i bësh humor, i që i more 100 tera, se do hedhin njerëzit. Jo një lullë, por nuk na duhet, ne duam Diamantin, live. Okej, edhe unë u premtoj që shumë shpejt jam gati. Ti ke mësuar si të ham buk, nuk mund të bështyn ty. Diamant shumë. Po të flet, jam një fans i jo të ndjek në çdo vend. Edhe kam Zot që mua marrë mirë edhe Zotit bekoft. Ty edhe gjithë ta që po na ndjekin. Je gjigant, je i madh. Aman be veten si ishe njëherë kohë.
Po, Që kur të hap lajkin, që më thua kur të hap lajkin, dalë diamanti. Ky fratello a këtu, ore, me miliona herë më ka marrë telefon. Se shoku mirë të merën e të jep dashuri, të jep respekt. Dhe ma, di s'keva, pse ti këshu? Po ne, jo se më demoralizoj mua gjë, po vlla, troç mua beti, unë kam pas probleme familjare, personale që Po gjithi kanë. duhet ta kuptoni. Prandaj unë jo të roqa, se s'jam të requr nga TikTok-u, apo nga humori, nga shakate, nga psikologjia. Po të vret fëmija, vlla. E kush më njeh